Si Lukmani kur e këshilloi djalin e tij tha, mos ec me mendjematësi në tokë, mos i rapat komët, mos i ço, dhe me thonë se to Allahu xheleshanu nuk i don. Prandaj Allahu subhanahu wa taala i don robët e tij të cilët janë të modest, janë thjesht, nuk përpiqen me dalë mbi të tjerët, nuk përpiqen me u tregu, tregojnë modesti vëllezër. Në Islam çka është më rëndësi modestia? Shokët e Muhamedit alayhis salatu wasalam pse arritën këto? A do të thonë me namaz e diçka tjetër, po se po namazi, ama ato nuk kishin fare kibri, nuk kishin fare mendjematësie. Ato ishin të thjesht. Prandaj edhe tjerët armiqet persianët e romakët thoshin si, këto më na sundu neve, këto janë primitiv. Arapët e shkretirës, edhe sot i shet dikush kur poston gjoja ato deves e përpiqen me fjalë ditën edhe po vëllezër. Prej atyre e zgjodh Allahu profetin e fundit. Prej atyre e zgjodh Allahu Kur'anin. Prej atyre e boni Allahu që Islamin ta përhapin gjithë botën. I pëlqen dhe kuja pas i pëlqen. Se ato ishin rob thjesht, nuk ishin mendjemat.